Sali Berisha refuzon rritjen e pensioneve. Në një deklaratë që ka shkaktuar debate të forta në skenën politike shqiptare, ish-kryeministri Sali Berisha ka shprehur kundërshtimin e tij të hapur ndaj rritjes së fundit të pensioneve të propozuar nga qeveria aktuale. Berisha, një figurë kyçe në politikën shqiptare për dekada, argumenton se kjo lëvizje mund të ketë pasoja serioze për ekonominë e vendit dhe stabilitetin financiar afatgjatë. Sipas Berishës, rritja e propozuar e pensioneve përbën një rrezik të konsiderueshëm për buxhetin e shtetit. Ai shprehet se kjo rritje e papritur dhe e konsiderueshme mund të çojë në një dëmtim financiar të rënd për vendin. Kjo nuk është politike përgjegjshme ekonomike, deklaroi Berisha në një konferencë për shtyp. Është thjesht një përpjekje e dëshpëruar për të blerë vota përpara zgjedhjeve të ardhshme. Berisha argumenton se kjo lëvizje është krejtësisht politike dhe jo e bazuar në realitetin ekonomik të vendit. Ai sugjeron se kryeministri aktual po përdor burimet e shtetit në mënyrë të papërgjegjshme për të siguruar mbështetje politike, pa marrë parasysh pasojat afatgjata për ekonominë. Ekspertët ekonomik kanë reaguar me opinione të ndryshme ndaj deklaratave të Berishës. Disa mbështesin shqetësimet e tij për qëndrueshmërinë fiskale, ndërsa të tjerë argumentojnë se rritja e pensioneve mund të ketë efekte pozitive stimuluese në ekonomi. Eltoni, ekonomist i njohur, komenton: ndërsa shqetësimet e zotit Berisha për stabilitetin fiskal janë të vlefshme, duhet të marrin parasysh dhe nevojën urgjente për të përmirësuar kushtet e jetesës së pensionistëve. Çelësi qëndron në gjetjen e një ekuilibri të qëndrueshëm. Partia Demokratike, e udhëhequr aktualisht nga Berisha, ka intensifikuar kritikat ndaj qeverisë, duke akuzuar atë për keqmenaxhimin ekonomik dhe popullizëm të papërgjegjshëm. Ata kanë kërkuar një analizë të detajuar të ndikimit të kësaj rritje në ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, mbështetësit e rritjes së pensioneve argumentojnë se kjo është një masë e nevojshme sociale që do të ndihmojë një segment të konsiderueshëm të popullsisë që jeton në kushte të vështira ekonomike. Ata theksojnë se pensionistët kanë qenë ndër grupet më të prekura nga inflacioni dhe rritja e kostove të jetesës. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.